Mirdita të gjithëve, njollat e leopardit të zbuluar në Mars nga NASA dhe NASA ka bërë deklaratën e fortë se sipas gjasave këto janë të një civilizimi tjetër, pra nuk mund të jenë të bëra nga natyra. Është një deklarat tepër e fortë dhe dua që ta diskutoj këtu me ju sepse ka disa gjëra që duhet të diskutojmë. Për shembull, radh parë njerë kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish, nëse nuk e ka bërë dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. NASA ka bërë një zbulim roveri jo njerëzit, rover ka bërë një zbulim në planetin Mars dhe ka gjetur një lloj plak guri ku aty gjenden disa njolla të quajtura njolla leopardi, sepse këto njolla janë të shpërndara, pra janë pjesë. Dhe shpresoj që t'ja u lë këtu me foto dhe sipas gjasave këto njolla nuk mund të bëheshin nga natyra, pra nuk mund të jenë natyrore. Atëherë nëse nuk janë natyrore, kush i formoi? Sipas gjasave mendohet që janë formuar nga një civilizim tjetër. Dhe pyetja është, kush civilizim? Pra, kemi të bëjmë me civilizimin njerëzor apo me një civilizim tjetër që është jo njerëzor dhe që ka jetuar në planetin Mars ose ka kaluar në planetin Mars. Pra, kjo është pyetja që po bëjnë shumë konspiracionistë kohët e fundit. Shumë nga këta konspiracionistë e kanë thënë haptazi gjoja sikur NASA ka deklaruar që ka jetë jashtëtoksore. Jo, nuk ka deklaruar që ka jetë jashtëtoksore. Por, këto njollat, për momentin, pra ashtu si që kanë parë nëpërmjet fotografive dhe videos, nuk janë të ndërtuar, të krijuara nga natyra. Nuk mund të krijohen nga natyra. Dhe ndaj i kanë vënë emrin njollat e leopardit, sepse njolla prej leopardi, sepse ka formën e tillë. Megjithatë, doja të pyesja diçka për ata që janë ose për të gjithë ne që gjendemi këtu. NASA a ka qenë ndonjëherë në Mars apo në Hën? Pyetje. Shumë serioze kjo. Pra, fizikisht po flas. Nuk mundet. Sepse në Mars, edhe pse disa thonë që do shkojmë në vitin 2027-2028 dhe po përgatiten, është tepër e vështirë. Ne nuk mundemi që të dalim nga atmosfera këtu. Apo jo, të themi të vërtetën tani. E di që njerëzit shpesher e bëjnë sikur çdo gjë ka ndodhur sikur e kanë bërë ata. Për shembull, kur i thua që toka është e rrumullakt, njerëzit thonë, po, është e rrumullakt. Nëse i thua toka është e sheshtë, jo, sepse, pikërisht para sepse ka thënë shkenca. Por një sekond, pra unë dua të jem gjithmonë asnjanës, një sekond. Nëse vetë shkenca ka bërë gabime, në këtë rast për shembull, për sa i përket udhëtimeve hapësinore, ka bërë gabime, sepse e dim shumë mirë që një pjesë prej tyre nuk janë të vërteta, si për shembull zbarkimi në Hën, ka dalë publikisht që nuk ka qenë. Në vitin 1969 nuk është e mundur që njeriu të ketë qenë në Hën. Për shumë arsye, këta e kanë thënë studiues me zë, janë bërë dokumentar të tërë për këtë kohët e fundit, dhe publikisht nuk e thonë sepse është turp. Është turp që ti të gënjesh gjithë njerëzimin që gjoja ke qenë Hën. Ky është fakt. Tani, nëse kemi shkuar më vonë jashtë orbite, këtë nuk e di. Por ky është fakt, sepse përveç kësaj, pra përveç që nuk kemi shkuar në Hën, që e kanë thënë, siç thash, në për dokumentar njerëz me influencë, jo do si do, dhe studiues të fortë, por tjetra është që është akoma më e rëndësishme, pse nuk shkuan që nga viti 1969 deri sot? Pse nuk shkuan më? Pra, shkuan vetëm në viti 1969 dhe jo më. Pse? Bile do t'ju them, para pak ditësh, treguam edhe në një video që një Robert, nuk e di si e ka emrin, që është komandanti i ekspeditës që po përgatitet për të shkuar në Hën, tha diçka që i shpëtoi. Nuk e di e keni para apo jo. Është vërtet mbreslënse ajo. E kemi vendosur në një faqe tjetër, por po ja u them këtu. Tha publikisht
shikoni, në ekspeditën që po përgatitet për të shkuar në hën e gjeni, ai tha publikisht dhe tani tha, njeriu tha do shkoj më në fund, do të shkoj në hën. Dhe ne kemi teknologjinë e duhur dhe është momenti i dur për të shkuar në hën. Çdo thot kjo. Po në qoftë se ne ju na keni thënë që kemi shkuar në hën në vitin 1969. Pse duhet që tani të themi që njeriu më në fund do shkojë në hën? Për çfarë arsye? Pikërisht pra sepse i shpëtoi. Ose duan ta thonë në mënyrë pak më të hapur që njeriu nuk ka qenë më përpara në hën. Do t'ju them, për shembull, le ta diskutojmë së bashku, më ndiqni me kujdes. Për shembull, nëse ka ekspert nga ju që pa diskutim ka ekspert dhe disa kanë studiuar këto gjëra, do t'i lutesha të bëni një koment, çfarë mendimi keni ju? Për shembull, stacioni internacional ISS gjendet në 400 km lartësi, nuk është asgjë. 400 km lartësi nuk është asgjë. Fare. Sepse në 400 km lartësi, në 400 km lartësi ti s'ke shkuar në asgjë kundi, sepse ty të duhen të paktën 1000 kilometra për të dalë në në hapësirë totale ose në kozmos, 1000 kilometra. Pra të paktën 2 apo 3 herë më shumë nga lartësia që ti lundron ose udhëton. Dhe merreni me mend tani nëse do të shkojmë në Mars, çfarë ndodh ose në hën. Pra, nëse këto janë vetëm thjesht teori që njeriu nëse do të shkojë në planetin Mars apo gjetit që janë bërë si për shembull këto njollat e leopardit, janë thjesht teori, edhe nga shkenca, sepse nuk e din, nuk i kanë marrë që të shikojnë. Edhe po ti marrësh, çfarë do t'i mbetet atij planeti? Një gjurmë nëse kanë kaluar miliona vjet, jo mijëra, po miliona vjet. Çfarë do t'i mbetet? Nëse vërtet në planetin Mars mund të ketë jetuar jetë jashtëtoksore, ose të ketë jetuar edhe vetë njeriu, si pretendohet që ka qenë njeriu, ka jetuar aty, pra në planetin Mars, dhe në një moment është kthyer në tokë dhe ka bërë këtë gjithmonë. Pra, gjatë gjithë periudhës, pra është kthyer në tokë, ka jetuar në tokë, ka shkatëruar tokën dhe pastaj është kthyer në Mars. Ky është mendimi i disa studiuesve të tjerë. Dhe po thosha, por kjo arrihet kur ti arrin maksimumin. Pra, kur arrin teknologjinë, ne nuk e kishim teknologjinë në vitet 69-70. Themi të vërtetën. Okej, shkonim në hapësirë, si Gagarin për shkakun që shkoi në hapësirë, dakord. Edhe të tjerë ndoshta, po të tjerë e bërën sepse për t'u treguar që ishin më të fortë dhe gjoja shkua në hën. Megjithatë, doja të thosha diçka. Ne nuk mundemi, me fjalë trupi fizik po flasë, jo makinerit. Trupi fizik i njeriut është i papërshtatshëm. Nuk mundet që të kalojë tej orbitës. Nuk mundet sepse për disa arsye. Unë kam parë qindra, mijëra dokumentar ku flasin për këto argumenta. Bile do të them një. Në një dokumentar rus tregon se si vuajtjet e disa astronautëve që kanë qenë në hapësirë. Sa po kalon një farë, edhe të kesh ti teknologji si të duash, sa po kalon një farë lartësie, fillon që të kesh probleme mendore, shumë të mëdha, shpesh të pariparueshme, sepse trupi njeriut dhe truri njeriut është përshtatur që të rri në planetin Tokë. Nuk mund të dalë dot jashtë planetit Tokë për shumë arsye. Dhe një nga këto arsye është pikërisht kjo. Pra është trysnia e që ata e quajnë aerodinamike, diçka e tillë, e fushës magnetike që godet trurin. Pra ti edhe po të kesh një makineri që ta kesh mbyllur këtë, për shembull një anije kozmike, prapse trysnia e fortë që ka, sepse ka grimca të tjera atje jashtë, nuk janë si në tokë. Në tokë janë ato grimca që i përshtaten trurit njeriut dhe të fizikut njeriut. Kështu që ti sa po del në hapësirë, fillojnë problemet. Bile, në disa raste, disa nga këta, pra nga astronautët rus, humnin, janë zhdukur. Bile flisnin, po flisin për qartë. Gjëja e parë, që kemi folur edhe për emisione, ata dëgjojnë muzikë, dëgjojnë zëra, dëgjojnë çdo gjë. Pra të gjitha ato që ti
i ke në tokë, i dëgjojnë atje. Tani nuk dihet nëse i prodhon truri apo i gjenden vërtet në hapësirë. Megjithatë, kjo dhe të tjera i ka bërë që të çmenden një pjesë prej tyre, ose disa prej tyre nuk kuptojnë më dhe ti edhe po të flasësh, flasin për qartë derisa pastaj zhduken, nuk e komandojnë dot më mjetin që kanë dhe vdesin. Pra në hapësirë, enden derisa vdesin në hapësirë. Pikërisht pra sepse truri nuk është i predispozuar që të jetojë, që të futet në hapësirë. Pra ky është problemi kryesor. Pastaj të tjerat vinë më vonë, që është trupi që përgatisin trupin, vinë më vonë. Por truri është pjesa kryesore. Ne nuk i kemi ende materialet ose veshjet ose edhe teknologjinë për ta përballur këtë. Pra për të qenë brenda një kapsule që ne mos kemi problem, sepse sidoqoftë, e përsëris, sidoqoftë sa po del jashtë hapësire, ka të tjera rryma energjie që futen edhe brenda atij mjeti, sepse është fushë magnetike. Pra e përshkojnë mjetin teje për tej, po ashtu edhe trurin e njeriut. Megjithatë, unë do të dëshiroj një komentin tuaj, pra pak rëndësi ka nëse këto njollat e leopardit janë të ndërtuara nga njeriu, nëse ka qenë atje ka jetuar, apo nga specie të tjera. Pak rëndësi ka. Edhe sikur të jetë kështu, pra të jetë e vërtet, prap ne nuk na zgjidh gjë. E vërteta është që ata, pra dal nga dal, po na thonë publikisht që ekziston jetë jashtëtoksore, me pak fjalë. Kjo është në sintezë. Por jetë jashtëtoksore ne e kemi kuptuar me mijëra vite më përpara, kemi qenë gjithmonë në kontakt dhe vazhdojmë të jemi, sepse që të gjitha ato specie dhe ato forma paranormale që ndodhin me njeriun, qoftë të specieve, qoftë të fantazmave, të çdo gjëje, unë mendoj që janë pikërisht jetë jashtëtoksore që jetojnë këtu apo në forma të tjera. Pres komentet tuaja, ditë mbarë.